Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate pyet se kush ka frikë nga formimi i një komisioni anketues në kuvent me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike dhe me vëzhgim ndërkombëtar nga OSBE, SBA dhe Bashkimi Evropian. Ata thonë se tragjedia në Koçan e nxori në pak të vërtetën për kapjen e plotë të shtetit dhe se qeveria jo vetëm që nuk e parandaloi një katastrofë që për një vit ishte e njohur për institucionet përkatëse, por siç thonë ata, e keqpërdorën sistemin për të mbrojtur përgjegjësit dhe duke ushtruar presion politik mbi prokurorinë. Ndaj dhe për këto arsye, ata u bëjnë thirrje deputetëve që të nënshkruajnë kërkesën e Frontit Evropian për formimin e një komisioni anketues në kuvent. Pas tragjedisë, në vend të një përgjigje institucionale, po shohim një drejtësi selektive, një përpjekje për të zhvendosur përgjegjësinë tek të tjerët, pa hetuar ata që vërtet ishin përgjegjës për parandalim. 2 javë pas tragjedisë, kuvendi nuk pati guximin as të organizojë një seancë përkujtimore, sepse kontrolli partijak mbi institucionet është më i fortë se përgjegjësia morale dhe shoqërore. Ndërkaq, nga vlen thonë se BDI përveç se luan rolin e viktimës përpara kamerave, ata po ashtu edhe këtë herë u kapën në mashtrim, duke dorëzuar nismë për komision hetimor me vetëm 16 deputet, ndërkohë që kushtetuta kërkon së paku 20. Megjithatë, nga vlen shtuan se ata kërkojnë komision për të gjitha tragjeditë, jo vetëm për ato që sipas tyre BDI dëshiron t'i përdorë për propagandë. BDI është e gatshme të shkojë deri në fund, të bojkotojë zgjedhjet lokale dhe të përpiqet të shkaktojë krizë politike, vetëm për të shpëtuar vetveten dhe për të shmangur përgjegjësinë që po i ofrohet. Ndërkohë, vlen është e vendosur që e vërteta të mos manipulohet. Kërkojmë komision hetimor për të gjitha tragjeditë, jo vetëm për ato që BDI i përdor për propagandë, nga Llaskarca, Spitali Modular në Tetov, Besatans e deri te Koçani. Tutje ata shtuan për Kreshnik Bekteshin se ata dëshirojnë që ai të dëshmojë pafajësinë e tij, sepse siç thanë ata, pavarësisht se janë kundërshtar politik, vlen nuk dëshiron që asnjë shqiptar të mbajë barrën për tragjedi. Por për këtë ata shtuan se vendos drejtësia, jo BDI e as politika.